Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë dinamikat edhe ngjarjet më të fundit të bashkarisht. Do të flasim për Luiz Eilin edhe Chiara Titon. Unë do t'ju sjell dy video, dy fotografi në fakt të bukura që Luizi dhe Chiara kanë postuar nga momentet e tyre të veçanta, por ajo që mua më kënaq te ky çifti, ajo që mua më shijon te ky çifti, ajo që mua më bën që unë ta duartrokas te ky çifti, është dashuria e bukur që ky çift po tregon pranë njëri tjetrit, domethënë ky respekti fantastik që tregojnë për njëri tjetrin. Chiara duket shumë e lumtur, duket shumë e gëzuar në krahët e Luizit, në martesën që ajo ka bërë, dhe mendoj që Chiara i falenderohet Krijuesit, i falenderohet Zotit ditë edhe natë, që Zoti i dha këto të mira, që Zoti i dha këtë Luiz, që ta shijon jetën e ta gëzon jetën. Pas të gjitha angazhimeve, pas të gjitha përkushtimit që Luizi dhe Chiara i japin punës, seriozitetit që Luizi dhe Chiara i japin punës së tyre, momenteve të tyre, Luizi dhe Chiara kanë vendosur që larg çdo gjëje të ndarkojnë me miq të afërt të zemrës në një darkë në një nga restorantet më lukse. Chiara gjithmonë e kuruar, domethënë Chiara nuk duket e kot, gjithmonë i përkushtohet vetes, gjithmonë i përkushtohet natyrës së saj, stilit të saj, domethënë është e mrekullueshme në formën e vet. Gjithashtu edhe Luizi, fantastik, i mrekullueshëm, i cili duket që është shumë i gëzuar në momentet me Chiarën. Më besoni se tek ato të dy, dashuria shumë e vërtet. Domethënë nuk është as dashuri për klikime, nuk është as dashuri për interesa, është dashuri e shpirtit, sepse Chiara që në ditën e parë kur është lidhur me Luizin, domethënë luftoi që vetëm partnerin e jetës së saj, në këtë rast Luizin, ta shikon sa më lart, ta shikon sa më të ndërtuar, ta shikon sa më bukur, por gjithashtu dhe Luizi e bëri këtë gjë për Chiarën, që domethënë Chiara të jetë në piedestale. Që të dy luftuan që ta shohin sa më mirë njëri tjetrin, dhe nëse do të pyesim çfarë është dashuria, dashuria është shembulli Chiara dhe Luiz, që nga dita e parë e tyre deri në ditën ku ato të dy janë. Por pyetjet më të mëdha të publikut janë çfarë do të ndodhë mes Chiarës dhe Luizit. A pritet diçka? Patjetër që pritet. Luizi dhe Chiara pritet që të sjellin gjëra të bukura, të sjellin emision, të sjellin moderime, domethënë Chiara do të jetë pjesë e Top Channel-it, por Luizi do të jetë pjesë e emisionit të tij. Domethënë nga shtatori këtë çift do ta kemi prezent në televizion dhe do ta jetojmë ashtu siç e kemi jetuar 3 muaj në Big Brother. Unë i përshëndes, ju uroj një verë të bukur, me patjetër që do t'i ndjek dhe do të postoj gjithçka, dhe do të rikthehemi me lajmet e tjera. Ju vazhdojnë na ndiqni me subscribe. Ndiqni dashurinë e Luizit edhe të Chiarës.